Përshëndetje gjithë dhe mirë vini në Albania Newscast në episodin ton të fundjavës. Kam kënaqësinë që të kem aktorin e minjor Lart Vasilin, do bëjmë një diskutim për politikën, por do flasim edhe për një zhvillim që e prek Shqipërinë, Iso Polifonia, do të jetë një nga filmat dhe produksionet më cilësore të Hollywoodit, filmi Odisea. Do flasim edhe për këtë, por do ndalem edhe te situata politike. Ju më keni shkruar shumë që duam këndvështrime të ndryshme në lidhje me protestën për politikën dhe ku ka më mirë se një artist i afirmuar të flasi për të. Lart, faleminderit, kënaqësi shumë që të kam. Faleminderit ty për ftesën, Arbëri. Gjithmonë kënaqësi që të ftoj në emisionet e mia. Rofsh. Besoj ti i ke ndjekur gjitha këto zhvillimet. Po patjetër, si e shikon protestën? Çdo shqiptar që jeton brenda kufive dhe jashtë kufive të Shqipërisë. Protesta filloi, ose të paktën ashtu na u duk, filloi me një thirrje që kishte të bënte me çështjen e tokave të privatizuara, apo të shtetëzuara, apo të marra me dokumenta falso, doli dhe dikush në lidhje live, tani po i heton spaku. Domethënë, filloi protesta si një thirrje për drejtësi. Dhe shumë nga ne, të paktën, domethënë, kur dëgjova dhe një vajzë, me që jemi këtu, dua ta falenderoj, sinqerisht nuk e njoh, më thanë që është një vajzë mirditore. Mirdita gjithmonë ka qenë në pararoj të zhvillimeve kombëtare. Siç thoshte dhe Noli, trimat e fortë se i men ka pardisur kudo që vën, gjumi pa i zën të mos flen për tre mirditor për i ben. Dua të falenderoj atë vajzën nga Mirdita që kishte marrë mikrofonin dhe tha dua të ma qeverisi këtë vend, përmendi dy emra dhe përmendi dhe emrin tim. E falenderoj shumë dhe aty ishte çiltërsia. Në vijim të videos pash që një ish kandidat i një partie që nuk arriti të merrte asgjë, i kapi dhe i hoqi mikrofonin nga dora dhe ja dha dikujt tjetër dhe pastaj pash që vazhdonte të zhvillojë kjo protest me njerëz që kishin kap peng tribunën, le ta quajmë kështu, ose foltoren, se foltoria tani i thonë ata. Okej, dhe thoshin kam kënaqësinë të ftoj, kush je ti që ke kënaqësinë të ftosh? Ti je zëri popullit, Vox Populi, kush je? Kush je, se nëse ne dim shumë mirë, edhe nga përvoja që kemi, dhe nga mosha që kemi, dhe nga sa jemi përfshirë në çështjet e Shqipërisë, për mua, që e kanë bërë jashtë kufive të Shqipërisë, dhe me rrezikjete, se çdo të thotë të marrësh mikrofonin dhe të flasësh. Protesta fatkeqësisht u mor peng shumë shpejt, jashtëzakonisht shpejt. Kam parë njerëz aty që janë vetëm mërtuar aktivistë. Disa e njoh personalisht dhe janë aktivistë në për pazare të trafikut ndërkombëtar. Po. Patjetër, pse? Si jam i vetmi unë që them këtë. Jo, kam dëgjuar. Madje, edhe në komente, në për portalet të ndryshme. Kam dëgjuar domun. Kur dalin, e kupton? Dhe deklarohen aktivistë, e kupton? Kanë dhe kështu aktivistë të çështjes kombëtare. Nuk po rrezikon atë, më fal, cila çështje kombëtare? Qofse ti je interesuar për çështje kombëtare, pse nuk erdhe me mua në Shkup që isha vetëm? Pse nuk erdhe me mua në Athinë? Pse nuk pate asnjë përfshirje? Asnjëherë askund. Delti me flamurin e Shqipërisë, kush ta ka dhënë të drejtën? Po këta ka marrë peng. Të ngresh flamurin ti në sheshin Skënderbej. Qa, po rrezikon Skënderbeu? Po rrezikon kush? Që ti ngrihesh me flamur. Përdor simbolin më të lashtë, plisin, të cilin në të gjitha gravurat e shohim që e mban dhe Odiseu. Ai që udhës udhësea është nga Shqipja. Se kështu e ke dhe në udhë themi ne, odhos është në helenishtën e re, uliks dhe slavisht gjuhët slave, me prejardhje slave i thonë ulica. Kush je ti që përvetson simbolin më të lashtë plisin, monopol vesh edhe një kështu jelek
punëtorësh të pastrimit atë rruga Urës dhe mban mikrofonin aty, shkon për qytetet dhe thua ku jeni se unë erdha. Kush je ti? Për ke ta kuptoj njerëzit. Për ata njerëz, e din shumë mirë njerëzit për kë e kam. Ti tjetri, kush je? Që ke marrë disa projekte në jug të Shqipërisë, ke marrë dhe hotele dhe s'u ke dhënë parat, dhe sot më del si i zhgënjyer. E di çfarë, unë jam rritur në i kam fatlum që jetova ndrymin e sistemit, është 17 vjeç. Pra e pe mirë se Ne pash mirë jam ai që organizova, hodha bustin e Enver Hoxhës, u përjashtova nga gjimnazia Santasini, i keni të gjitha shikojini, jam ai që ngrita protestën në jam askushi. Si Odiseu, që i tha Polifemit askushi. Po nëse. Për ta tensionuar pak. Patjetër. Ngrita protestën me parullën Saranda turistike me Partinë Demokratike. I pam gjërat se si rodhen. Çfarë erdhi më pas? Se çfarë erdhi më pas. Dhe se si përfunduam te 97-a, si përfunduam te shpërthimi i Gërdecit, si përfunduam te shkatrimi i gjithë asaj teknologjie pa çka e vjetër por punonte. Hekurudhat, fabrikat, uzinat, telat e elektrikut u morën dhe u këputën. Pse? U doqën bibliotekat. Pse? Pse mo vlla, pse? Dhe po kërcënoni për një 97 të dytë. Do më thënë, jo, kjo nuk është më protest. Kjo është grusht shteti. Kjo është grusht shteti, nuk është më, po i shof, i thonë. Pra, protesta nuk është më protest. S'është, ishte. Nuk është më. Po këta që nga dhe shof njerëz të cilët çfarë janë sipas teje? Ja ta them unë, në Parti e Punës jepte disa distinktiva, kështu quheshin, me sën këtu. Sulmus. Ti e vogël si mban. Po të kishe një së atëre ishe shumë i nderuar, pra ishe sulmus. Më vonë, këta e ngatruan këtë sën me një fondacion. Që i mbajti me bursa, i çoi jashtë, pastaj i mban me OJF, me OJQ, me TQR, me FRK, TPRS, TTF. E kupton të gjitha këto. Dhe e kupton, janë këta të zhgënjyerit që nuk kanë marrë shumë, i kanë lënë me pak, dhe thonë, po ne, ç'po ndodh? E ke për dalin këta tani. Shoqërinë e hapur, Soros. Ti e the, se thashun. Me së, Rama thot pra, Sorra, po. Këta ngatrojnë sulmusin e Partisë së Punës, u ngeli mendja te S-ja, e kupton? Po me së fillon dhe spiun. Ku vajtën këta, digjeti? Këta operativët, këta që të bëni gjëmën. Ku vajtën këta? Janë ende këtu, më burit. Këtu janë. Një pjesë ishin edhe në grupin e partë të PD-s parlamentar, një pjesë. Po ta them greqisht, Evharistopoli. Si shta i ego Enveris dhe në këzero elinika. Ja këshu është, ky muhabet. Më kupton? Dhe tani na dalin ca video që janë takuar me kasapët e Ballkanit, me Karagjicin, me... Ku e çove opozitën, më vlla? Ore, di që ky tipi, çuni mirë ky Luli, ku vajti ky? Që do më thënë misioni im, është në Amerikë, protestat... kam komunikuar unë, kam ftuar në emision të ndodhi në Amerikë. Ashtu, po që bëri ky, ku do më thënë, ky ishte Benjamini, më vlla, ky do shpëtonte Republika e Re, tani është Shqipëria e Re, si ishte? Më falë, po në qofë se babaj i alë trashëgim djalit, dhe pastaj e çtrashëgon djalin dhe e rimer sërish, dëgjo. Filmi më i dashur për shqiptarët është Il Padrino, e dim ta nga italisht, ja? The Godfather. Kur Marlon Brando i lë biznesin familjar Michele Corleones, Al Pacino, nuk rikthehet për t'ja marrë. Jo. Pra, përsa do vazhdojnë këta të tallen me opozitën shqiptare, me demokratët e vërtet, edhe sa do vazhdojnë të tallen. Po ku e shikon lidhjen opozit-protest?
Asgjë kundi. Shikon që Asgjë është e kundi. njëjta gjë, po? Asgjë kundi. Këtu ke një njeri që del dhe thot ta mbështesni protestën dhe nuk dëgjon që protesta thot Rama në burg, Berisha në burg. O vlla, po thon dhe për ty në burg. Edhe Do është me dhe thënë- shtesa opozite shitur në fund. Po, bravo. Do me thënë këtu është absurditeti më i madh vlla që ndodh. Do me thënë, unë të them ty i shitur tërkon, dhe ti del dhe thua mbështesni Laertin. Ama, po është gjuna, mo pse tallen me këtë popull, mo pse tallen, mo sinqerisht. Sinqerisht, mo. Mua më vjen keq për ata njerëz që dalin aty, demokratët e vërtet që ende i besojnë dhe nuk kuptojnë që janë mashtruar, kanë kaq vite që mashtrohen. Kanë kaq vite që mashtrohen, mo vlla. Nuk ka dal njeri të thotë më fal për 97-ën. Nuk ka dal njeri të thotë më fal për Gërdecin dhe e dini shumë mirë kush duhet të dalë. Po për amnistuan kundrazi, shqiptarët në 2005-ën. Si? Amnistuan shqiptarët vetëm në 2005-ën. Unë kam qenë me një gazetar, do të them një episod personal. me thuaj. Kam qenë me një gazetar të Reutersit, Po. me një trajnim vite më parë, dhe ishte viti diku 2008, kemi qenë në Bruksel 2008-2009. Dhe thot kush është kryeministri, nuk i ndiqte në zhvillim e po, Shqipërisë. patjetër. Edhe i them unë është zoti Berisha. Edhe u habit. Tha si ka mundësi, tha, ai ka bërë 97-ën dhe unë kam qenë në Shqipëri, tha. Në 97-ën dhe shqiptarët tha thoshin ta vrasim, ta bëjmë etj. I thash unë ka fituar votat, edhe më tha tekstualisht, jeni popull i çuditshëm. Patjetër. Ato po them. Ka absurditet. Pra nuk është problemi tek ai, mendoj unë, është problemi. Jo, mor, jo. E amnistuan, e Është falën. problemi të klapa. ndërgjegjja jonë civile. Këtu është problemi. Unë s'po të them që qeveria në fuqi nuk ka gabime. Sa të duash, mo vlla. Do flasim dhe për atë, po duhet të Por- marr protesta opozita të ndalim me të Po qeveria. në rregull, po tani dëgjoj, e di si është ky mua, shiko, ai del dhe thot, kam 850.000 vota, mo vlla. Njerëz që më besuan mua, tani ju më thoni ik. Ku të vete? Edhe i ka. Po atëre, mirë, nëse ikën, duhet të marrim me vete këta të 850.000 dhe t'i heqi. Kështu i bie. Dgjoj, demokracia, që për mua, okay, është jo për mua, Sokrati, i cili piu konium, në kohën e demokracisë së artë të Perikliut në Athinë këtë kundërshtoi. Dhe tha nuk mund të jetë vota ime e barabartë me një njeri po i quajt parë si mua. A e besoni këtë demokraci? Pra, çdo vot, një njeri një vot. Shumë bukur. E votuat? Lëreni, të vinë votimet e tjera dhe votoni. Jo kur vinë votimet, vini me autobus të paguar dhe sa do marrun, jo. Ja po ta them unë kush është problemi. Kush është problemi i shqiptarit në votime? Pse e shet votën 50 euro, mo vlla? Se e shesin 50 euro. Ja dikush 500. Ta themu sa ta shesësh votën, mo. 1.000 euro muaj, 12 muaj ka viti, 12.000 euro. Her 4, 28.000. Vënë një bonus plus 2, shite votën 50.000 euro. Do shosh, do blien më votat? Një person 50.000 euro. Do shosh, bëj llogarin tani. Në qoftë se të duhen 1 milion vota. Qoftë se të duhen 1 milion vota, ty me 50.000 euro, pra është e pamundur të blien. Atere, nëse du e shesësh, e mos e shit për bukën e gojës. Dhe këtu është problemi. Problemi është që shiten për 30 aspra. Por Juda, me ato 30 aspra, unë dërgjejsua. Shkoj bleu një tokë dhe është ajo që quhet pema e Judës, që diku nga Marsi çel ato lulet vishnje, dhe u varë. U vetë varë. Atere, në qoftë se ti e shit për 30 aspra, jo, nuk ke asnjë të drejtë të shkosh dhe të qollosh policin e rendit. Se po ta bëj atë në Amerikë, ekzekutohesh në vend. Pra kur themi jemi me Amerikën, si kur je me Amerikën? Kur je me Amerikën? Te filmat, ku? Te Hollywoodi, ku je me? Po je me Amerikën, provoje ti të godasësh një punonjës të rendit në Shtetet e Bashkuara dhe e shef ç'pëson. E pra, do me thënë, kur jemi popull ne? Pse ata nuk janë popull, ata s'kan familje. Ata nuk punojnë për një rrogë që të mbajnë fëmijët dhe kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri.
ti më vjen pasi ke mbaruar aktivitetin tënd apo janë mbyll ca aktivitete ande nga jashtë, edhe më del si jam aktivist. Aktivist i kujt? Aktivist i lëndëve të ndaluara. Aktivist i trafikut njerëzor. E pra, do me thënë, është fatkeqësi të dish. Është ngelesh pa gjumë natën. Është i bekuar ai që nuk di asgjë. Po unë nuk kam parë njerëz që nuk din asgjë aty. Nga ata që flasin. Jo, kam parë njerëz të cilët shifini. I keni në foto, i keni me projekte, i keni, jo, janë thjesht pak naqur sepse inati është që, ore, pse ju keni fut kaq në xhepa dhe ne s'kemi fut të njëjtën sasi? Me, po ka dhe njerëz idealistë atje. Pa tjetër, unë pikërisht të po të them, më vjen keq për ata idealist që i kanë marrë peng këta të tjerët, ish kandidat partive të vogla që s'kanë mundur të... Tani, do të rregullosh diçka? Po, këtu jam dakord. Ti e di shumë mirë, kemi folur. Unë bëra një shfaqje shfaqjen e fundit që bëra, pasi mora teatrin tim, jo, në Athinë, ku përplasa me agimin e ardhe forcat e ekstremit të djathtë, ose më erdhi një ftesë nga partia që mori pushtetin dhe më vun kandidat. Thash, na duhesh për këtë polemistin që je. Siç thosh edhe Artur Zhej djes pas. Ndri fshirti artiku është. Çështja është që në qoftë se ti do të ndryshosh, po, e di ku është një nuk po e quaj urrejtje, po është një popullore, do me thënë është një trazim, turbullim popullor, do me thënë që diçka nuk shkon. Te listat e mbyllura. Ndryshoj këtë gjë vëlla. Është pjesë. Listet, unë kam vite që e them, vë listat hapura. Po, si Kosova, Laert Vasili, Arbër Hitaj, këta të dy, kush voton? Jo, votojnë partia dhe sipas numrit rendor ti vë njerëzit. Sepse pastaj, je në dilemë dhe ngelesh vetëm ti që flet. Dhe 3-4 të tjerë. Me të tjerë tallet populli. Se janë gjysmat analfabet. Dalin dhe thonë prapë 100.000, 300.000, 200 milion, do me thënë 77-22, e të gjithë këta, e kupton nga të tëra anët, nuk po flas nga një anë. Ndryshoj këtë gjë, vlla, dil me listat hapura. Futësi. Dil me listat hapura, vlla. Vë Laert Vasili përballë Arbër Hitajt dhe në qoftë se e merr Arbëri, bravo i qoftë, nëse e merr Laerti, hiqi kapelen. Mos më dil pastaj qa është? Më falë tani se më kuj... Ore, botrori mbaroj. Me tifoz. Është Arapi zi këtu. Jo. Do fitoj më apo jo. Po. Nuk janë. Këta do me thënë, më kujtohet Leka Zogu atere kur erdi... Këta nuk e njojnë Shqipërinë. 97-ën. Bravo, që bëri marshimin atere dhe tha do bëj ishte i veshur dhe me ushtarake dhe na erdi do me thënë do bënde grushteti. E fitoj, referendumin. Atere, në qoftë se do... se mbajnë mëndë, për pak historik shumë. Po, në qoftë se do të bësh grushteti... Por nuk e lanë ndërkombëtarët. Edhe humbën jetën disa njerëz. Pa tjetër. E pra, kjo është shumë e rëndësishme. Humbën jetën disa njerëz. Pash sot te Klajmet, një punonjës së rendit, që kishte kafkën e çardhë dhe i rrithë e gjak. I gjakosur. E dish do me thënë kjo. Ta bësh këtë në Amerikë, dish do me thënë. Amerika është me ne. Jo, Amerika nuk është me ty për të bërë ti këto çuditëra. As Evropa dhe as Amerika nuk është me ty. Në këto. Sepse ti nuk ke... Ambasadë amerikane bëri thirrje mos shkoni se mund të kthehet e dhunë. Faleminderit shumë. Pikërisht pra këtë po them. Faleminderit që po ma nënvizon. Sepse ti në qoftë se pretendon që të arrijen disa marrëveshje, për shembull, pensionet. Njerëz që kanë punuar jashtë, unë i pari, kam punuar 20 vjet në Athinë. Do dalë në pension vëlla dhe dua të më quhen ato vitet e Athinës. Si të tjerëve duan të quhen vitet e Italisë, apo të Kroacisë, apo të Gjermanisë, apo... Ku janë? Do të arrijen këto marrëveshje, ulu dhe bizeto. Dhe ti nuk ke eksklusivitetin e të vërtetës, mo vëlla.
I këti se dua unë. Do me thënë? Përjashtohet dikush nga kuvëndi. Dhe shkon të çaj dyer të futet me zor. Jo pra, se po përpiqemi të shkojmë drejt dialogut. Ndryshe, se cili le të marrë kallashin që kanë në shtëpi, se ende vazhdojnë të kenë armë pa fund shqiptarët në shtëpi, të dalin në vllavrasje, të vrasin njëri tjetrin, edhe welcome back to the future, 97-a. Lart, je për të kthyer këtë lëvizje në parti politike dhe për të futur në sistem apo jo? Parti politike me kë? Ata që janë. Si ata që janë? Një prej tyre që ishte mori PD-ja, një aktore. Unë nuk e njeh shumë, Po. të jemi sinqert me ty. Po? Po gjithsesi disa elemente i mori. Po ka elemente të tjerë mund të bëhet një parti thua apo jo? Nuk e besoj. Nuk e besoj sepse nuk kanë, nëse do ishte një lëvizje politike e mirëfillt, do kishte dalë me një status. Status nuk ka. Me që futet e lëvizjet politike, çu bë me këtë aleancë buqezi, digje? U shkri. Po pse? Nuk mori vota dhe në 2013 iku. O zoti Spahiu. E përshëndesim se kemi dhe mik. Po këtë po më është bërë analist dhe shumë i ndjekur. Është Kreshniku pikë së pari, është djali mësues e sime të parë, dhe kështu që domethënë e kam thënë intervista jashtë për mësuesen e popullit Semia Spahiu. E lëm këtë. Ku vajti kjo Nisma Thurje, digje? Çu bë? Nisma Thurje, avokati i popullit. More ku vajti Nisma Thurje? Nuk është. S'është më. Unë di që jo. Iku, mbaroj dhe kjo. Do të përmend kështu të tjera lulëzime kështu që, si ky lulëzimi që se ku është dhe ky. E kupton si gënjehet ky popull, më. Sa gjëna është ky popull. Çfarë të merri, mor, domethënë, o vlla, je serioz për këtë gjë? Bravo të qoftë. Ulu, shiko ku janë pikat e dobta që nuk funksionojnë, harton një status, dil dhe thuaj, unë jam për këtë gjë. Ashtu si që kam dalun, si që kam dalun, kush jam unë? Por, unë kam mbrojt gjuhën shqipe, kam mbrojt flamurin shqiptar, kam mbrojt të drejtën e kombit tim. Dhe për atë kam fol gjithmonë. Një gjuhë, një kom, një flamur, për këto të treja kam folur. Nëse ti nuk i beson sistemit zgjedhor në Shqipëri, bë një forcë politike kërkon të ndrohet. Nuk i beson drejtësisë në Shqipëri, ikte gjykata ndërkombëtare. Po, jo kur do ti spaku është i mirë, kur s'do ti spaku është vegël. Nuk bëhet kjo kështu, për inatë si me fjere vete fleve mulligjin. S'është normale kjo, mo vlla. Do me thënë, tashmë, besoj se jemi të ndërgjegjësuar deri diku, që të kuptojmë se si funksionon sistem parlamentar, demokracia, e drejta e fjalës, zgjedhja e lirë, listat hapura apo të mbyllura. Jo më, nuk, sinqerisht e kemo, po nuk rëzohet, ti e quan diktatur. Okej, dakord, për ty është diktatur. Çfarë bën ti për këtë? Vjen në proteste dhe bën selfie dhe nxjerr foto dhe shef sa klikime ke. Pa tani, do me thonë, se cili ka të drejtë të flasë, më falë, pak, unë jam djalë ushtarakësh. Prindërit mi kanë shërbyra të dheut, jo partisë. Në 91 dhe 92-shin, ky zotri, që sot thot, Shqipëri e re, bështes një ky nuk ka folur më përpara në atë dialekt. Pse u kujtua dialekti këtij? Pas 91-shit. Ky njeri mua më ka heq prindrit nga puna. Po. Dhe gjithë ushtarakët shqiptar. Pensionin parakoshëm, mos gabojmë në atë kohë. Në lirim të parakoshëm. Fatale, ishin shumë të rinj. 41 vjeç. Të nxjerrësh ti atë që me normat ndërkombëtare, me grada ndërkombëtare do ishte kolonel. Dhe ti ta nxjerrësh në lirim të parakoshëm. Dhe ai njeri të marri familjen dhe të shkojë të bëhet punëtor në dyert e Europës. Ka qenë një traumë. Të pastroj shtëpit. Një traumë e vërtet për shumë të asaj gjenerate. Ashtu, po si guxon dhe del ky njeri sot?
Dhe si këta vazhdojnë ta mbështesin këtë njeri? A do mbaj dikush përgjegjësi ndaj këtij populli donjëherë apo asnjëherë në botë? Po apo jo? Ne duhet të rishikojmë historinë tonë. Këta thonë vota, demokracia, Lert. Si vota, demokracia, mo? Po mirë, mo vlla, siç ke të drejtë ti dhe thua familja ime është përndjekur. Kam të drejtë dhe unë të them, po familja ime është përndjekur. 2 diploma ima, 3 diploma nëna ime, një çift me 5 diploma universitare, shkuan dhe u bën ysmeqar në dyert e botës. Dhe për këtë fajin e ke ti, mor zotri, që sot thua, përshtes një protest. Kush je ti? A do mbashti do njerë përgjegjësi? Ti kërkon të tjerët të dalin para gjyqit dhe të mbajnë përgjegjësi. Po ti vetë? S'kam bërë gjë, thotë zoti Berisha. Jo, mo vlla, është tradhti e lartë ndaj kombit të nxjerrësh ushtarakët në pension para koshën. Ti e lë vendin të pambrojtur. Është tradhti e lartë ndaj kombit të prish uzina, fabrika e kurrudha, gjithçka. Sistemin arsimor, në ajër. Atëherë, nëse ke 2 pare mend, shif Shqipërinë ku është sot në skenën në gjeopolitikën ndërkombëtare, dhe shifë Shqipërinë ku ishte në 97-ën. Po të pëlqen Shqipëria në 97-ës, për mua je, domethënë, nuk besoj që i pëlqen njeriu ajo. Nuk besoj që ka njerëz. Atëherë pse ka njerëz që thonë doni të kthejmë në 97-ën? Unë nuk e kam dëgjuar këtë. Jo, ja kemi dëgjuar të gjithë këtë. Mos ta detyroni të bëjmë një 97 të dytë. Të gjithë e kemi dëgjuar këtë. Mund të jetë një lunatik. Po një lunatik mjaftoi që mori në qaf një popull të tërë dhe vajtën luftë dytë botërore. S'është çudi e madhe kjo. Ka të pakënaqur, sa të duash. Më jep një koment për qeverisjen e zotit Rama. Si e shikon? Ramën mandati i 4. Pra është një gjë që nuk ka ndodhur në Shqipëri, të paktën demokraci jo, po ndoshta në diktaturë me Meçeu ishte të 24-23 vjet kryeministër. Po gjithsesi tjetër rrethan. Po. Unë do thoja vetëm këtë gjë. Jo thoj më shumë se një. Është, po jo, këtë gjë në kuptim, jo, do thoja vetëm, domethënë që të ngelemi në bosht. Nëse një person arrin të grumbulloj një shumicë votash e cila vjen në rritje dhe vende në kuvend, këta e thonë parlament, po çon si ka, në kuvendin popullor, të cilat vinë duke u shtuar në çdo mandat, më falni, por jepi hakun. Të pëlqen, s'të pëlqen, ka gabime, ka vënë peshore, dhe unë vetëm këtë po të them. Në 98-99, në kohën e bombardimit dhe luftën e Kosovës, unë me disa të çmendur të tjerë, doli me një flamur shqiptar në mes të Athinës përballë protestës që bënte Partia Komuniste e Greqisë me portretin e Miloševićit. Dhe thoshte po bombarduan vëllezërit tanë ortodoks. Të tillë verbëri politike kishin. Sot ke një si do ta quash, kryeministër udhëheqës, lider të popullit shqiptar, i cili shkon, organizon samite ndërkombëtare në Athinë, shkon në Tiranë, shkon në Athinë dhe mbushet stadiumin me flamuj kuqezinj dhe ka vënë si të thuash, nuk po them veton, po ka arritur të ngrej figurën e shqiptarit në gjeopolitikën ndërkombëtare. Që ka gabime, sa të duash, po ti vëj në peshore. Dhe unë po të them, Rama ik, Rama jep dorëheqjen, në rregull iku. Ramanburg thënë ata. Po dakord iku. Po se këta janë spaku, janë prokuroria, gjykata e lartë, ekonomist, inxhinier, arkitekt, futbollist, artist, këta janë gjithçka. Iku. Të vemi në zgjedhje, thonë qeveri teknike, me kë. 。   . 。  . 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
profesor, akademik, pse jo aktor? Po shumë mirë, dakor. Është edhe emri jot. Në rregull, po mo emri im dëgjohet shpesh, po okej. Pastaj, pra pse qeveri teknike? Një qeveri teknike derisa të vemi në Zgjedhje të barabarta. Nuk janë zgjedhje barabarta. Sipas tyre jo. Rama ka kap sistemin, punon me botën e krimit, manipulon votën, e blen, etj. Po, Sipas atyre. në rregull. Kush ja mësoi këtë gjë Ramës? Sipas atyre. E ka perfeksionuar vetë. Se ti jesh 16 vite në pushtet, po shkon, 13 vite ka, po. Po në rregull. Se po bëju në avokatin e palës tjetër. Jo, mo dakor, jo këtu s'është për të bërë avokat, më Po buri them dhe. tezat, po them tezat. Dëgjoj. Qeverisja nuk është skuadra e kombëtarës futbollit. Që ti nuk kualifikohesh e ndron trajnerin. Dhe këtu i themi kualifikohen. Më duket se u miratuan ato 3 pikat. Po. Mbyllja e kapitujve të parë. Ikun ato 3 kapituj. Samiti NATO-s do zhvillohet, ndërkohë që ti kryetarin e opozitës, i cili një 10 vjet ja kishte lënë këtij trashëgimtari tjetër, e kupton? To mu dallallë që tani doli prap, thot nuk do zhvillohet, është një gënjeshtër, ore e pam gjithë në lajme më buri dhe. More jashtë bie është diell dhe ti më thua ka breshër. Po, dalin 100.000 veta me çadra. Pse i mbani çadrat? Ka breshër. Kush ju a tha? Latë në Madhnia. Pra, ti e shikon... Latë Madhnia është me 4 partia. Ti e shikon nga më të vjetrit. Pozitivisht zotin Rama, qeverisjen e tij. Shof arritjet mo buri dheut. Po. A i ke arritjet mo vlla. Ore në fund kur të bëhet historia, do thuhet, nën qeverisjen u bën këto në gjeopolitikë ndërkombëtare, u fut në Europë, mbylli ka... Jo, po duhet të ikte, të vente ku mo. Dëgjoj edhe njerë, unë nuk jam antari asnjë partie. E di. Ti e di shumë mirë, unë s'kam përfituar asnjëherë. Ti mban qëndrimet që të duken të logjikshme. Asgjë. Unë nuk jam nga ata që kanë marrë projekte, tenderat, incineratorët, kur kam bërtitur unë, dhe njerë do e përmend, te programi Zhrejnë Ndjes Past, për incineratorët, kur kam thënë përfaqësuesit të opozitës, ju do shpërbëheni, do bëni 7 fraksione, 6 ose 7 fraksione. Më kanë parë kështu, më kanë thënë një orakull, jo, kam parë që bënë Athinë. Dhe është e njëjta gjë dhe këtu. Dhe ti sot ke një, do me thënë, kush të opozita sot? Këta që i njoh personalisht, po të thënë. I njoh personalisht. Çfarë? Gjobaxhin interneti? Call centerash? Aktivist të lëndëve të ndaluara? Dhe jo të çështjes kombëtare? Nuk u vjen turp këta të dalin me flamur, këta e bëjnë pis flamurin, që mbajnë flamurin. Megjithëse e kaluam këtë të zotit Rama, më jep një koment edhe për partitë e reja. Si shikon, Agron Shehajn, Adriatik Lapajn, Alin Qorrin, këto që janë 3 partitë e reja atje. Do filloj nga ajo i thonë amerikanët follow the money. Kush financon kë? Pra, është dëgjuar, po e përsëris dhe unë. Kush paguan zyrat? Kush paguan kompjuterat? Kush paguan shpenzimet e udhëtimeve, lart e poshtë, kush paguan fonit, kush paguan ato podet, tribunat që ngrihen, skenat, kush? Po të kujt është dhe pyetja ime tjetër, për ke ta kuptoj njerëzit. Kush i paguan? E ke për të 3. Jo, me Arlindin s'ke punë. Arlindi është një idealist, takoj dhe Varoufakin që kam, do më thonë, ishte me Sirizën atëherë ku kam kandiduar unë. Nuk po them e kam mik personal, se nuk bi deklarata miku im kështu, por që e njoh shumë mirë. Po e njoh shumë mirë, sepse Siriza i fillonte
do më thëmë fushatën me melodin që përdorja unë në shfaqjen time, me atë hapja shfaqjen të Corpus Christi, Rabia Tarantella të Ennio Morricones nga La Zone Fan, të Viscontit. Arlindi beson në një idealizëm të dështuar tashmë. Të dështuar, u pa shumë mirë se që ku shkoj marksizm, leninizmi dhe komunizmi i kthyer pastaj në unin vetjak të si në stalinizëm, në enverizëm e të tjera. Ton Arlindi nuk hyn te këta. Te këta tjerët po. Lapa i edhe sheu. Po çdo me thënë kjo, ja pak njëri, pak tjetri. Amo, po tallesh tani, çdo me pak njëri, pak tjetri. Pastaj del në një emision i thot, a ke qenë ti i këtij fondacionit i sulmus, ke qenë sulmus? Zëvendësojnë këtë, është me sën, ka pas një së partia. E kam në, do me thënë, duhet a gjë, i gjerë këto dekoratat e vjetra e i gjën të pazari ri. Duhet merja një dhe ta vija këtu të treguja në sën. Po. A ke qenë pa ti, së të po. Jo, më jenë në payroll. A ke turp për këtë? Aha. Unë jam aktori teatrit kombëtar dhe kam derë dhe krenari të jem aktori teatrit kombëtar të Shqipërisë. Si që kam pas në derë dhe të krenari që isha aktori teatrit kombëtar të Athinës dhe isha i vetëmi shqiptar. Dhe ngelem i vetëmi shqiptar që ka qenë ndonjëherë në Akademia e Teatrit Kombëtar të Athinës. Dhe në Teatrin Kombëtar të Athinës. Dhe jam krenar për këtë. Dhe jam krenar që futa aktorët shqiptar në seriale greke, në teatrin grek, në filmat grek. Që këmgula dhe ja arrita nënën time ta luaj Margarita Xhepa dhe një aktore greke që do dubloj. Ja arrita që babajin tim ta lose Kadri Roshi dhe një aktor grek që do dubloj. Dhe sa për polifonin, se ne gjërat i kapim kur bëhen trend. Në 96-ën, filmi Mirupafshim i Hristos Vupuras dhe Jorgos Koras, ku luante Kadri Roshi, Margarita Xhepa, Mjuzafer Zifla, Karafil Shena. Unë po e lë veten i fundit. Ka një skenë ku këndojnë polifonin. Mjuzaferi, Kadri Roshi mbjes past, edhe tjerë. Nuk u bë asnjëherë do një gjë në shtypin shqiptar. Pse? Ama se ai filmi Gregut, Maskarajt. Ndërkohë që filmi po, është Odisea. Po është produksion hollywoodian. Ky i fundit po flasim. Ashtu ë. Ndoshta kjo ka Po ju e dini që te Mirupafshim në festivalin ndërkombëtar të Selanikut është ngriti rend papas dhe i ka dhënë tufën me lule Margarita Xhepës. Jo se dini. Jo, këtë se dini. E di s'ka gjë, se këto i bën greku i poshtër. Jo, nuk e themi atë. Thellën në kufi, vërinën tonë të bukur e ka halë në si. Kështu ka qenë një pamflet kështu. Turpi madh. Po, ma zauro politikën se do dalim i dhe të Odisea. Ma zauro pak politikën që ta mbyllim. Ç'të të them mo? Për ta mbyllur. Ore për ta mbyllur. Më bë pak orakull. Ke orakullin. Çfarë ndodh me protestën? Ta them unë, protesta diku nga shtatori do të kthehet në një, nuk ka për të ndodhur. Por ata do përpiqen ta kthejnë në një lëvizje politike në mënyrë që 2-3 veta, një nga ata të marrin një kështu deputet edhe tjetë dhe ai në paçen e madhe, kupton që të marri të futi dhe ai një lugë. Dhe të gjithë këta, si çdo revolucion, zhgënjen mbështetësit e tij. Unë po të them, do përlotem shumë për të zhgënjyerit. Dhe këtyre komenteve la herë pse s'del në proteste andej këtej, unë ua kam dhënë përgjigjen. Pa shka se shumë nga shprehjet e mia po përdoren dhe kritikat e mia në gjitho vite. Kur më kam thënë pse ti dole në Shkup dhe nuk del në Tiranë, u kam thënë, unë flamurin e kam me shqiponj të zez dhe fush të kuqe. Jo roz dhe me flamingo.
Kalojmë tek arti. Si e ke parë Iso Polifonin në filmin Odisea? Polifonia, i thuaj, polifonia. Iso është... Këta thonë në Iso, se kam patur me një kompozitor diskutim, thotë jona është Iso Polifonia, sepse polifonin e ka marrë një shtet tjetër, në UNESCO. Mirë mo, këto të UNESCO-s... Se është një diskutim dhe ky... Shiko, me këto të UNESCO-s, kush i përket kujt? Të them diçka që... E themi. E di pse Tirana i ka uniformat bardhë blu? Këtë nuk e di, të të gënjej. Në përfaqësimin e tyre Se jam partizani. Jo, Atë e di. unë jam partizani, diskutohet. Për jetë me ty partizan. Përshëndesim presidentin Demi, se kemi mik edhe... Sigurisht. Unë jam brezi, do më thënë, jam rrit me... Ose më saktë më kanë rritur ata, se ka pas i matë student. Qatë them unë? Ilir Lame, Safet Berisha, një Berisha që adhuroja, po ishte Safet. Ferlat Musa, Arjan Ahmetaj, Gens Tomori, Ylli Sheu, Lefter Milo, dhe pastaj ikona më e madhe Panajot Pano, që edhe njerë krenohem që është Delvinjot. Të legjenda pastaj. Po, dhe me që jemi të Delvina, e di kush janë ata që këndojnë polifoni, janë djemë të Delvinës. Nuk e di. Grupi është djemë të Delvinës, ata që dëgjon ti. Kam dëgjuar që janë shumë të mirë, po djemë të Delvinës, që janë trojanët e vërtet. Këte e kuptojnë vetëm ata. Them diçka, pse luan kjo kush i përket kujt dhe uniformat edhe që ndodhë. Ka një rastësi, 3 bamirës shkuan për të marrë uniformat. Dhe ku do shkonin, pa tjetër, do më thënë, lidhjet ishin gjithmonë me Janinën, me Selanikun, me atje ishin marrëdhënie tregtare. Më kupton? Dhe ai që u kishte premtuar të jepte uniformat, kishte vetëm uniformat e kombëtares greke. Bardhë blu. Dhe ata morën ato uniforma dhe luajtën me bardhë blu dhe uniforma ngeli bardhë blu. Kjo është histori e vërtet, apo? Kjo është histori e vërtet. Do kërësun me lartë. Le të kemë sa të duash, po s'ka gjë, nuk ka gjë. Ata e shumë të ndjeshen për fanellën. Kjo është histori e vërtet. Kjo është histori e vërtet. Dakor? Keni njerëz, e keni të shkruar, e keni nuk... Sigurisht, do më thënë, sulme unë kam patur edhe o i shitur, o andej, e o këndej. Ta thash me batut. Sot me rrjetet sociale, i kanë dhënë, po, të drejtën kushdo të thotë ç'të doj. Dhe mirë do ishte, do me thënë, para se do njerë shof edhe profile për shembull që janë familjar, kanë fëmijën e vetë në profil. Dhe kur sheh që ai profil me atë fotografi shkruan fjalët më të ndyra që mund të ekzistojnë për ty, për familjen tënde, për nënën tënde, për motrën tënde, fjalët më të ndyra. Edhe unë jam habitur me ta. Ti thua, po si ka mundësi? Edhe me blushin, këtë diskutim kishim me bëm blushin. Dhe do njerë them, a ti bëj do me thënë atyre që më mbajnë Instagramin, që janë, ata që mbajnë mua Instagramin janë Prishtinë. Se gjithmonë, do më thënë, shqiptarët e Dardanis kanë dash më shumë. S'ke që bënë. Ata e kuptojnë shumë mirë kush është atë detar. Se atyre u kanë munguar gjua dhe flamuri, pa tjetër. Ata e kanë vuajtur më shumë. Po. Dhe kjo e kush është Iso Polifonia dhe kush është një polifonika të Epirit. Është vetëm e Okrahin. Pendatonia e Epirit. Është gjendur tek mbishkrimet në shpella. Është forma e parë muzikore, pendatonia e Epirit. Dhe, sigurisht, do me thënë, unë jam krenar që janë djemtë e Delvinës, ata që e bën polifonin të njohur në gjithë botën. Por të mos harojmë që, do më thënë, ka filluar që 96-ën ky muhabet, ose më saktë që nga vitet 70 festivalin e Dijonit me asamblin kombëtar të këngëve dhe vallëve popullore. Pra, dhe është krenari e madhe që zgjidhet kjo muzik në Shqip për itinerarin e atij njeriu që ngeli udhës. Ne në Shqip themi ujdes. Po çuditërisht,
kemi në vend kemi udhën e shkronjave me të pazëvendësueshëm Bujar Lago dhe Sander Prosin, edhe Ndrek Lucën. Pse ne shkruajmë rruga dhe bulevardi, autostradë, udha. Se kur ti kërkojmë pastaj, kete ballë për ballë, do ta kërkojmë Vlorën, i thot general, do të endemi si që futën shkretir dhe s'kemi për ta gjetur. Tani që ju kërkoni, para ardhësit, nuk do keni fjalë më dhe as gjuhë për t'i kërkuar. Dhe kur unë u lëria në për studio, se do njërë më thomë, pse vërtet, pse... Për këtë të vërtet. Dhe ne jemi popull që gjua është faktori më unifikues. Po nëse na mban ta kam thënë, është do më unë falenderoj të gjithë ata që po e përdorin. Është nëse ka një gjë, është një gjuhë, një kom, një flamur. Këto treja janë. Janë 3 në 1. Kjo është. Se të tjera janë fetar më shumë. Kjo është patjetër. Kurse ne harmonia fetare na karakterizon, ne s'kemi asnjë problem. Ne nuk kemi radikalizëm në asnjë fe. Nuk kemi ekstremizëm, nuk kemi terrorizëm në asnjë fe, si nga njëra anë, si nga tjetra. S'kemi asnjë problem, fare. Dhe prandaj për këtë duan të na shbëjnë. Kush? Ata ekstremistë që do njerë dalin me maskën e qytetarit të plagosur dhe protestues. Mesazhi i fundit për ta mbyllur, Lart, që ti jep më thuaj gjithë shqiptarëve që na ndjekin për atë që ti mendon që është ky vit për shqiptar. Si ka qenë, si e shikon? Cili mesazh i jep? Çfarë mesazhi ti i jep? Çfarë i rekomandon? Trumpi fitoi zgjedhjet me Let's Make America Great Again. Dhe unë do i përfundoja me Let's Make Albania Great Again, me një kom, një gjuhë dhe një flamur. Ky është mesazhi. E bukur, shpresoj mos ta marri PD-ja se i ka marrë shumë teza zotit Trump. Lart Vasili, faleminderit shumë. Kënaqësi që të kisha edhe një herë kënaqësi gjithmonë të flas me ty. Bisedojmë bashkë. Me këtë intervistë vetëm në fund të Albania Newscast për ditën e sotme, jepni komentet tuaja, jo fyerje, komentet tuaja thash gjithmonë, dhe bëni subscribe, do t'i lexojmë gjitha dhe nëse keni ndonjë preferencë për të ftuar, do t'i pasqyrojmë ato në javën e fundit që do ta kemi javën tjetër, por Newscast do të jetë edhe gjatë gushtit, do të kemi disa dosierë shumë interesant për institucione të rëndësishme, NATO, Bashkimi Evropian e të tjerë, të cilat do t'i pasqyrojmë në Albania Newscast. Do të jemi me ju edhe në gusht, por nuk do të jemi më me intervista. Do rikthehemi padyshim në shtator. Deri atëherë ju uroj gjithëve ditë sa më të mbara dhe shijoni pushimet.